22 janar, kur vinë stuhit. Dhe u bë një furtunë e madhe ere, dhe dalgët përplaseshin mbi varkën, sa që tashmë varka po mbushej me ujë. Dhe ata e quan dhe i thanë: Mësues, nuk merakosësh ti që po humbasim? Dhe si u zgjua, qortoi erën dhe i tha detit: Hesht, pusho. Marku 4, 37 deri në 39. Kushdo që ka jetuar për shumë vjet, e di se stuhit në jetë do të vinë me siguri. Ndonjëherë, madje krejt pa pandehur, përballemi me humbjen e papritur të punës, me një diagnozë jo të mirë, me vdekjen e dhimbshme të një njeriu të dashur, ose me pikëllimin e lamtumirës. Ashtu si dishepu që i kapi stuhia në detin e Galiles, edhe neve mund të na duket sikur këto sprova na kanë vënë poshtë, sikur varka jon po fundoset. Ndjekja e Jezusit nuk na izolon nga stuhitë e jetës, por ne mund të ngushëllohemi duke ditur se Perëndia premton të na mbajë fort përmes tyre. Ai mund t'i qetësoj zemrat tona, dhe madje mund t'i qetësoj edhe vetë stuhit. Kur vinë stuhit, ne shpesh tundohemi të dyshojmë në Perëndinë. Dishepujt dyshuan në Jezusin, edhe pse i kishin parë nga afër mrekullitë e tij. Ata e pan Jezusin në sy dhe thyen bukën me të çdo ditë. Por kur stuhia shpërtheu, ata i pushtoi paniku i mosbesimit, sikur të kishin harruar se kush ishte ai ose çfarë ishte në gjendje të bënte. A nuk e gjejmë edhe ne shpesh veten në një gjendje të tillë? Sa po vjen stuhia, sa po shpërthejnë erërat dhe dallgët e jetës, atëherë shpërthejnë edhe dyshimet dhe dobësitë tona, dhe harrojmë se kush është ai që banon brenda nesh dhe se çfarë është në gjendje të bëjë. Perëndia nuk e pengon ardhjen e stuhive. Mirëpo ai është një Perëndi i cili është njëkohësisht i pranishëm në mes të tyre dhe sovran përmbi to. Jezusi jo vetëm që qëndroi me dishepujt gjatë stuhisë, por ai shfaqi fuqinë e tij duke e qetësuar atë. Si Perëndi, ai e kishte krijuar vetë detin. Pse do të ishte deti një problem për të vallë? Njësoj edhe për ne. Rrethanat që duken si të pashpresa dhe të pakapërcyeshme, shpalosen pikërisht ashtu siç ka planifikuar ai. Kur vështirësitë, frika dhe dhimbja vazhdojnë, ne mund t'i besojmë atij që të na jap paqen që t'i kalon çdo aftësi të mendjes. Filipianëve 4:7. Dhe të na kaloj përtej stuhisë në një vend qetësie, pavarësisht nëse kjo ndodh në këtë jetë apo vetëm përtej stuhisë së fundit të vdekjes. Prandaj, pyetja nuk është a do të vinë stuhit në jetën time? Sigurisht që do të vinë. Përkundrazi, ne duhet të pyesim: kur stuhit të vinë, a do të besoj se Jezu Krishti është në gjendje për t'i trajtuar ato, dhe a do t'a lejoj atë që t'a bëj këtë gjë? Ai mund t'i largoj rreth e dyshimit që na e mjegullojnë mendjen. Ai mund t'i shëroj zemrat e thyera. Ai mund t'i qetësoj ëndjet tona për dashuri. Ai mund t'i rigjallëroj shpirtrat e lodhur. Ai mund t'i qetësoj shpirtrat e shqetësuar. Kur e shihni Jezusin si krijuesin e gjithësisë, si atë që qetësoi detin dhe atë në të cilin të gjitha qëndrojnë bashkë, atëherë edhe ju mund të përjetoni qetësimin e stuhisë.